Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun e madhruar falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që e ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, po takohemi edhe sot në takimet e radhës dhe ky takim është një prej takimeve që kemi kaluar përmes tyre duke tentuar dhe u përpjekur që ta njohim Allahun xhallahu ala. Dhe kemi përmendur se njohja e Allahut azza wa jall nuk duhet të jetë një fazë e jetës së njeriut, por duhet të jetë një projekt i tij jetësor i cili në vazhdimsi mirret me këtë punë. Qoftë me njohje që nënkupton dijen dhe informatat, apo qoftë ka të bëjë me njohjen që nënkupton ndikimin dhe ngulitjen e këtyre kuptimeve në zemrat e njerëzit. Padyshim se sado që të flasim për këtë temë, sado që të zgjatim, patjetër se si çdo gjë i vije edhe fundi. Nuk dua të lajmëroj sot se përfundon këtë ders, por dua t'ju them se angazhimi jon dhe preokupimi jon me emrat e Allahut azza wa jall nuk duhet të përfundon asnjëherë, edhe nëse ne ndalemi së shpjeguari këtë emra. Nga se nëse kthehemi tek ajo që kemi marrë deri më tani, do të thotë shumica e atyre emrave, madje shumica dërmuese e atyre emrave që dietarët i kanë përmbledh janë sqaruar, alhamdulillah, dhe janë shpjeguar spaku kësaj radhe, që nuk do të thotë se është hera e fundit që duhet të miremi me këtë çështje. Por unë dua që të shfrytëzoj rastin që të bëj përkujtimin e nevojshëm për të gjithë neve se këto ligjërata mbeten, do të thotë, një fazë e caktuar e jetës tonë që kemi kaluar, ndërsa projekti vazhdon me tutje deri në takimin me Zotin xhalla xhelaluhu. Prandaj njohja e Allahut azza wa jall është diçka që nuk mund të pavarësohemi nga ajo, nuk mund të ndahemi kurrë, nuk mund të zëvendësohet me asgjë, dhe çdo gjë që e kërkojmë pas kësaj me njohjen e Allahut xhallahu ala merr kuptim të duhur. Ndërsa pa njohjen e Zotit azza wa jall, padyshim se asgjë nga ato që i synojmë nuk do të kenë kuptim dhe nuk do të kenë sukses. Andaj unë lutem Allahun e manduar që tëra që e kemi marrë dhe shpresojmë që të mirret, të jetë me të vërtet një bazë dhe themel i shëndosh i joni mbi të cilin ndërtojmë ne tëra që e synojmë deri në takimin me Allahun te bareke ve teala. Kemi marrë emra nga më të ndryshmet dhe të gjithë të emra padyshim se aludojnë në një qenje në Allahun azza wa jall. Dhe njeriu patjetër se i duhen të gjitha këto emra, për shkak se edhe ai ka nevojë për gjëra të ndryshme. Nuk është vetëm falja ajo që i duhet njeriu, por është edhe mëshira ajo që i duhet. Por nuk është vetëm mëshira ajo që i duhet, por i duhet edhe përkrahje dhe ndihma. Nuk është vetëm ndihma ajo që i duhet dhe përkrahje dhe të tjerat, por i duhet edhe furnizimi nga Allahu xhallahu ala dhe bujaria e kësaj radhe. Andaj njeriu është një krijesë që ka nevoja të shumta, dhe të lloj-llojshme, të ndryshme dhe të larmishme. Andaj pikërisht për shkak të kësaj edhe drejtimi i tij ka Allahu xhallahu ala për nevojat e tij bëhet edhe përmes emrave të ndryshëm të Allahu xhallahu xhelaluhu. Emri që do të flasim sot për të është një emër që të gjithë e dimë dhe më tepër e kam përzgjedhur si i natyrës së përkujtimit dhe eventualisht patjetër të një mësimit të caktuar që na duhet, nga se i përshtatet të gjitha emrave që kemi marrë deri më tani. Dhe mendoj se e fuqizon kuptimin e asaj që kemi marrë deri më tani. Emri Allahu xhallahu ala që të lënë sot për të është emri Allahu el-Ahad, el-Wahidul Ahad. Ky emri Allahu te bareke ve teala i cili do të thotë është përmendur mjafton në surën më madhore të Kuranit, në surën që patjetër e dini vlerën e saj dhe do të flasim për të më vonë me lenin Allahu te bareke ve teala. Emri Allahu el-Wahid është përmend do të thotë në shumë ajete kuranore
dhe gjithashtu el-ahad është përmend vetëm një herë, sikurse do ta përmendim. Kuptimi i wahid edhe e ahad, nëse e përkthejmë gjuhësisht, i bie do të thotë një kuptim. Mirë po, në gjuhën arabe i kanë disa dallime që janë interesante për neve të dimë kur bie fjala për njohjen e Allahut azza wa jall. Në gjuhën arabe el-wahid ose wahidun është numër që me të fillojnë numrat e tjerë. Andaj kur don me numëru në gjuhën arabe thosh wahid, pastaj ithnain, thalatha e kështu me radhë. Andaj wahid është ai që me të fillojnë numrat dhe ka një karakteristikë të posaçme që e dallon nga ahad, se wahid përdoret në pohim. Kur don me pohu, për shembull, sa ishin në këtë vend, thosh wahid, njëri ishte. Nuk thua ahad, po thua është njëri këtu, apo me mundësinë që të ketë 2 dhe 3 dhe 4. Po ti pohon se s'ishin 2 dhe 3, po ishte veç një. Andaj përdoret për pohim, wahid. Ndërsa ahad më tepër përdoret kur vije përgjigje negative, përgjigje mohuese, apo do të thotë la ahad fil bait, thua nuk është askush në shtëpi, askush nuk qen ka shtëpi. Nuk thua la wahid fil bait. Nuk thua nuk ishte një në shtëpi, po thua la ahad fil bait. Prandaj wahid edhe ahad e ka një kuptim, që nuk kupton njëshmërinë, dhe nuk kupton të veçimin, dhe nuk kupton do të thotë një, të jetë një, do të thotë pashaq, mirë po mes tyre kanë një dallim të caktuar, që thash wahid më tepër përdoret në aspektin pozitiv dhe është fillim i numrimit, ndërsa ahad përdoret në aspektin negativ më tepër për të mohuar se vetëm një është, të gjitha të tjerat mohohen. Se i përket pohimit të këtij emri të Allahu xhallahu ala në Kur'an, thash emri Allahu xhallahu ala wahid, do të thotë është përmend më tepër se 20 herë në Kur'an. Nëse ahad është përmend vetëm një herë, dhe këtë në surën Al-Ikhlas, kul huwa Allahu ahad. Ndërsa wahid është përmend në shumë ajete kuranore, sikurse ka përmend Allahu xhallahu ala atë dialogun që e ka zhvilluar Jusufi alayhi salam në burg me ata 2, do të thotë shokët e tij në burg, të cilët kanë parë një ëndër, secili prej tyre ka parë një ëndër dhe kanë kërkuar nga Jusufi alayhi salam që t'ua komenton. Dhe Jusufi alayhi salam para se t'ua komenton ëndrën ka shfrytzuar rastin që t'ua prezanton fillimisht besimin Allah xhallahu ala dhe ju ka thonë ja sahibei sijn, o ju 2 shokët e mi të burgut, e arbabul mutafarriqun khairun, a zotra të shpërndar, të përqar, apo a janë këta më të mirë, emillahu el-wahidul qahar, apo Allahu që është el-wahid, edhe el-qahar e kemi marrë çka është el-qahar në takimet e kaluara. Andaj këtu është pohim dhe është vërtetim se Allahu xhallahu ala ka emër el-wahid, sikurse ka ardhur në pohimin e Jusufit alayhi salam. Dhe në vende të tjera, sikurse në surën Zumar, Allahu xhallahu ala thot law arada Allahu an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Po të dëshironte Allahu që të merr fëmijë, do të përzidhte atë që ai e don, ju t'ja impononi kush është djali i tij. Po donte Allahu me marr fëmijë, apo do të merrte atë që ai e don. Pse ju po i impononi kush me kon djali i tij atë. Dhe pastaj Allahu thot subhana, por kjo nuk ndodh kurrë, nga se Allahu është i pastër nga çdo emet, nuk mund të ketë fëmijë, as nuk mund të ketë djalë, as asgjë, nga se huwa Allahu al-wahidul qahar. Nga se Allahu xhallahu ala është al-wahid, do të thotë edhe këtu ka pohim të emrit Allahu xhallahu ala al-wahid. Dhe al-ahad thash është përmend në surën Al-Ikhlas, ku Allahu thot kul huwa Allahu ahad, Allahu samad. Samad e kemi marrë çka është, Allah e kemi marrë çka është, do thotë ka mbet ahad. Dhe ahad dhe al-wahid janë emrat e Allahut te baraka wa taala. Në qoftë se dëshirojmë tash të kthehemi tek kuptimi i këtyre emrave në raport me Allahun xhallahu ala. Do thotë këta emra në çka aludojnë, çfarë kuptime japin kur bie fjala për Allahun te baraka wa taala. Thash në fillim se kuptimi gjuhësor të
fjalës ose të emrit Wahid, të Ahad, të gjitha sillen rreth, do të thotë kuptimit të njëshmërisë, të diçkaj që është i pari dhe është një, apo dhe nuk është askush sikurse ai. Prandaj edhe tek njerëzit kur përdoren këto fjalë ose këta emra kur përdoren, kanë për qëllim e përsinë e dikujt ndaj dikujt. Prandaj kur është dikush i pari, patjetër se ai është në e përsinë ndaj të dytit, e më në e përsinë ndaj të tretit e kështu me radhë. Për këtë arsye edhe jep një lloj kuptimi të një veçimi, të një njëshmërie, por edhe të një e përsinë ndaj çdo kujt tjetër. Edhe pse në qoftë se për shembull në rrafshin njerëzor, te kuptimi i këtyre emrave tek njerëzit, do të thotë mund të përdoret edhe për mohim edhe për pohim. Ndërsa nëse ju kujtohet kur kemi mësuar tek emrat e Allahut Azza wa Jall edhe te cilësitë e Allahut xhallahu ala më herët, kemi thënë se metoda e Kur'anit në prezantimin e emrave të Allahut dhe cilësive të Allahut Azza wa Jall do të thotë ndërtohet në pohim të detajzuar dhe në mohim të përgjithësuar, apo në mohim të përgjithësuar. Andaj kur themi se Allahu është një dhe është i vetmi, veç kjo nuk mjafton. Nga se këtu ka një lloj mohimi se nuk është askush me te. Mirë po, nëse nuk i bashkangjitet kësaj njëshmërie, pohimet e detajzuara, për shembull të emrave të Allahut që kemi deri më tani, kjo një nuk merr kuptim të madh. Nuk merr kuptim të madh. Prandaj edhe themi se kur themi në kuptimin e emrit të Allahut El-Ahad edhe El-Wahid, kur e përmendim këtë, kemi për qëllim që fillimisht t'ia pohojmë Allahut Azza wa Jall se ai është një dhe i vetmi. Është një dhe i vetmi. Por përballë kujt është një dhe i vetmi? Dhe përballë çkafit është një dhe i vetmi? Andaj dietarët kanë thënë se mohimi këtu apo patjetër është i shoqëruar me pohim. Mohojmë se nuk është i ngjashëm me Allahun askush. Mohojmë se askush do të thotë nuk din si Allahu. Mohojmë se nuk askush nuk ka pushtet si Allahu. E pastaj tërë këtë mohim që kemi bën ndaj të gjithëve të tjerëve, ja pohojmë Allahut Azza wa Jall. E ky është kuptimi i drejtë i emrit të Allahut El-Wahid dhe El-Ahad. Andaj ti e veçon Allahun Azza wa Jall nga të tjerët në momentin kur ajo që i takon Allahut ja mohon të gjithë të tjerëve dhe në njëjtën kohë ja pohon Allahut Azza wa Jall. Ja pohon në atë kuptim që i takon Allahut te bareke ve taala. Dhe kjo është më rëndësi në çdo emër të Allahut që kemi marrë deri më tani, do të thotë emri El-Ahad dhe emri El-Wahid, do të thotë i jap kuptim të gjitha emrave se askush nuk i afrohet Allahut në asnjë kuptim prej kuptimeve të emrave që kemi marrë. Dhe askush nuk është sikur sa në ato emra. Dhe vetëm Allahu është i tillë. Prandaj edhe çdo tendencë për të kërkuar diçka të ngjashme është e kotë. Qase Allahu xhallahu ala është Wahid dhe është Ahad. Ai është një, do të thotë dhe s'ka me të askush, dhe është Ahad, do të thotë që është i vetmi që veçohet nga të gjithë të tjerët. E me çfarë veçohet? Veçohet me atë që ai e ka veçuar vetën e tij. E ka veçuar vetën e tij me emrat e bukur dhe me cilësitë e plota dhe të përkryera. Nuk dua që të futem unë tash në detalet e sqarimeve sikurse i kemi ikur vazhdimisht, do të debate polemikave me fraksionet e ndryshme që kanë devijuar në rrafshin e kësaj pike të tauhidit. Por për neve kjo është e rëndësishme për ta kristalizuar besimin e drejtë në Allahun xhallahu ala, që nën kupton pohimin edhe ose nën kupton mohimin dhe nën kupton pohimin. Prandaj, sa më i fuqishëm është mohimi, më i kristalizuar dhe më i qiltër është pohimi. Prandaj sa më tepër njeriu, sa më fuqishëm njeriu mohon të drejtën e dikujt për adhurim, aq më fuqishëm i pohon kët Allahut Azza wa Jall. Dhe aq më të kristalizuar e ka kët pohim ndaj Allahut te bareke ve taala. Dhe kështu më radh me të gjitha cilësitë e tjera të Allahut xhallahu ala. Për shembull, sa më fuqishëm ti e ndin dhe je i bindur në ignorancën që e ke, aq më i bindur je në dijen e Allahut xhallahu ala që vetëm ai din dhe ti pe ti mëson. Kështu kjo vlen edhe për fuqinë e Allahut, edhe për furnizimin e Allahut dhe për çdo gjë që
ka të bëjë me Allahun xhallahu ala nga emrat e bukur dhe nga cilësitë e plota të Allahut te baraka u taala. Prandaj ne do të thotë si musliman, si pasues të ehli sunetit, kur themi se Allahu është një, dallojmë nga kjo njëshmëri që të tjerët ja japin Allahut azza xal. Nga se nëse shohim të këtë tjerët nga fraksionet e ndryshme, grupet e ndryshme të islamit që janë, do të thotë, janë thirrë në islam dhe janë thirrë në pasimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por nuk kanë ndjek metodën e njohjes së Allahut dhe metodën e besimit, sikur se ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shohim se amni ahad tek ata ose wahid tek ata, se Allahu është një, kur thonë se Allahu është një, do të nuk e kanë për qëllim të ratë që ka të bëjë me këtë që na thamë deri më tani. Për këtë arsye edhe Imam Shafiu rahimullah ka thënë, edhe unë them la ilaha illa Allah, por edhe Gjad ibn Dirham thot la ilaha illa Allah. Ose dhe këtë ka thonë. Thot mirë, po la ilaha illa Allah, mohimi që e bën Gjadi në tauhid dhe pohimi që e bën ai, nuk ka të bëjë me atë që unë e mohoj dhe nuk ka të bëjë me atë që unë e pohoj. Nga se dallojmë këtë. Ajo që na bashkon është vetëm formulimi i deklaratës, ndërsa kuptimi dhe bërthama asaj dallon rrënjësisht. Pse? Nga se kur thot la ilaha, kur ai mohon, nuk është fuqia e mohimit të tij sikur se fuqia e mohimit të Imam Shafiut rahimahullah, për shkak të mos kristalizimit të qartë të tauhidit. Dhe kur thom illa Allah, përveç Allahut azza xal, ne besojmë se illa Allah këtu, që Allahu është një dhe i vetëm, përfshin shumë më tepër se ato që ata e kanë pohuar. Ka se ata e kanë pohuar vetëm aspektin asaj që quhet tauhidi rububia. Edhe këtu në mënyrë të kufizuar. Prandaj Imam Tahawi rahimullah në fillim të broshurës së tij të tauhidit apo përmend se Allahu është një. Por dietarët e kanë komentuar se çfarë kupton ai se ne besojmë se Allahu është një dhe nuk ka shok. Nuk kuptojmë krejt ato që ka të bëjë me atë që duhet Allahu të jetë një dhe i vetmi. Ku përfshihet këtu edhe ajo që quhet tauhidi rububia, vepra që i takon vetëm Allahut azza xal, dhe përfshihet këtu edhe ajo që i takon adhurimit të Allahut që quhet tauhidi uluhia, por përfshihet këtu edhe ajo që quhet asma wa sifat. Andaj ai i cili për shembull në rrafshin e emrave të Allahut dhe cilësive të Allahut, ja pohon Allahut se ai është një dhe i vetmi. Në bazë të asaj që Allahu ka thënë në Kur'an, lejse kemithlihi shay, nuk është i ngjashëm me atë askush, ai nuk do të ketë pastaj problem me pohimin. Por mungesa e fuqisë së mohimit u ka shkaktuar problem tek pohimi. Për shembull, nuk ka mundësi dikush me thonë, nuk është i ngjashëm askush me Allahun, e pastaj me pas problem si zbret Allahun që në dunjes. Për shkak se ky pohim është i kurzuar me mohimin. Nëse ti ke mohu se askush nuk është i ngjashëm me të, e kupton qartë se ai zbret sikur të kanë aty, dhe shumë e thjeshtë. Gjithashtu edhe qëndrimi i Allahut mbi arsh, shumë njerëz e kanë ndoshta këtë konfuze, kanë probleme se ta kuptojnë për shkak se mendojnë se të pohuarit se Allahu që nën mbi arsh nën kupton të përcaktuarit e vendit për Allahun. I themi se problemet në pohim buran nga problemet në mohim. Të kështë pas të mohim në fuqishëm, se Allahu është një dhe i vetëm, dhe nuk i ngjan ati askush, atë shumë me lehtësi kështë pohuar, sa ai që nën mbi arsh, ai zbret, ai ka këtë e ka atë, të gjitha ato që Allahu ja ka pohuar vetës së tij. Ana nuk mund të themi për shembull, nuk mund të themi se Allahu është një dhe i vetëm. Kështu të pohojmë, apo edhe të mohojmë se nuk është i ngjashëm me të askush, e pastaj kur vim të disa prej ajeteve ose hadithet të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që mund të duken në aspekt të jashtëm, si lloj ngjashmërie me krijesat, të kemi problem. Ka se s'ka problem. Nuk ka problem. Prandaj el-wahid dhe ahad janë emrat e Allahut azza xal që nënkuptojnë edhe mohim, po nënkuptojnë edhe pohim. Dhe mohimi është i rëndësishëm nga se mbi të pastaj kristalizohet dhe çiltërsohet apo dhe shfaq i kulluar pohimi në çdo aspekt tjetër. Edhe ata të cilët për shembull kanë problem tek tauhidi uluhia, të cilët për shembull konsiderojnë se ka nga krijesa që lejohet të përdoren si ndërmjetësim mes tyre dhe mes Allahut, që është problem madhor sot në umet kjo. Fatkeqësisht në umetin e tauhidit gjëra më themelore në tauhid është bërë problematike. Duke pas parasysh
qartësinë e argumenteve, që është e qartë për çfarë ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ardha e tij ka ardhur që të thënë të gjitha format e ndërmjetësimit mes robëve dhe mes Allahut, në atë që i takon vetëm Allahut azza wa jall. Të thënë të gjitha format e ndërmjetësimit në atë që i takon vetëm Allahut azza wa jall. Në atë që Allahu xhallahu ala ka thyer dhe ka larguar dhe nuk ka lejuar që të qëndron mes tij dhe mes krijesave të tij. Megjithatë ka problem. Ka problem. E ku është problemi? Tek mohimi. Kur ai thot Allahu është një dhe mohon se nuk është me të askush, çfarë mohon ai realisht? Çfarë ka mohuar ai realisht? Ka mohuar një mohim të caktuar, të kufizuar, jo këtë ato që ka duhet me mohuar. Jo tëra që duhet mohuar. Andaj, kur ati ka munguar mohimi kompletuar, pastaj ka reflektuar me defektet në pohimin e ti. Nga se ai që thot, nuk meriton të adhurohet as kush me të drejt pas Allahut. Sa me e fuqishme është kë as kush me të drejt, as me e fuqishme është pas Allahut. Por kur këtu ka hamendje, as kush përveç, nga se edhe kurejsht e Mekës kanë pas një lloj pohimi dhe një lloj mohimi. Për shkak se s'ka qenë mohim i kompletuar, ka reflektuar me pohim të cunguar dhe të mangët. Çfarë kanë thënë në telbien e tyre kurejsht e Mekës? Kur ka thonë lebejk, Allahume lebejk, kur ata kanë filluar ritualin e haxhit, ata kanë thonë lebejk, Allahume lebejk. Ka thonë lebejk, Allahume lebejk, lebejk la sharike lak, illa shariken huwa lak. Ka thonë lebejk të përgjigjem Allah ty, na të përgjigjemi ty na që ti po na thret, apo nuk ke shak në adhurim. Kështu kanë kurejsht e Mekës, mushrik kanë qenë. Ata kanë thonë nuk ke shak në adhurim, përveç atij që ti ja ke liuar vetes tënde. Andaj shika, kanë bën mohim me përjashtim. Dhe çdo mohim me përjashtim pastaj ka sjell në defekt në pohimin e caktuar. Për këtë arsye po them që pohimi është i detajzuar dhe mohimi është i përgjithësuar. Nuk ka nevojë me çdo detaj. Allahu nuk ka kështu, nuk ka kështu. Për Allahun s'ka nevojë të mohosh çdo gjë. Mjafton mohimi i përgjithshëm. Lejse kemithlihi shay. Nuk është i ngjashëm me të askush. Ta s'ka nevojë kallzu nuk është as kështu as, mjafton kjo e përgjithshme. Mirë, po kur vim të krijesat, apo mohimi i detajzuar dhe fuqia e tij është më rëndësi tek pohimi ndaj Allahu xhalla xhelaluhu. Do thotë kur na ja mohojmë çdo krijesë mundsinë që në çfarë do lloj aspekti, ai të ngritet në nivelin e asaj që takon Allahu xhalla xhelaluhu. Në çfarë do aspekti? Kjo pastaj na mundson që të kemi fuqi të pohimit. Dhe sikur që e kanë përmend dietarët se esenca dhe bërthama e shirkut, e devijimit, edhe në kurat e kaluara, në kohën e Nuhit, edhe sot, format e ndryshme të shirkut që shfaqen në mes të njerëzve. Esenca e këtij shirku, ku buron? Format e manifestimit janë të ndryshme, të lloj-llojshme. Saqë nuk mund të përkufizojmë këto forma të shirkut. Apo mirë, po nëse dëshirojmë të thellohemi në zanafillin e të gjitha këtyre formave dhe manifestimeve. Ku do e gjejmë problemin? E kam përmendur dietar se esenca është në teprimin e lavdrimit të njerëzve, të ndokujt. Esenca është ngulu në teprim. Do të thotë nuk ka mohuar ndaj këtij njeri atë sa duhet të mohuar. Po i ka shpëtuar diç nga mohimi, duke kaluar pastaj në pohim të diçka që s'është dashur mja pohuar. Për shembull, kur ne themi se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk është Zot, apo nuk është Zot, ti je duke mohuar këto, apo je duke mohuar këto, se ai nuk është Zoti. Mirë, kur ke mohuar nuk është Zoti, në këtë mohim, çka përfshihet krejt? A përfshihet krejt që kanë kupton nuk është Zoti, apo ka përjashtime? Te grup muslimanë ka përjashtime. A është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Zoti, jo nuk është Zoti? E po mirë, pse e thirrni tek varri i tij, nga se i vdekur nuk ndëgjon, nëse Zoti nuk vdes, e këtu ka përjashtim. A din ai të ardhmen, po e din të ardhmen, apo e din gajbin. Dhe ja pohojnë gjithashtu njerëzit e tjerë se e din gajbin. Andaj e kanë tepru në pohim të aftësive dhe të mundësive që i ka njeri. Apo dhe teprimi tyre në këtë pohim, për shkak të mungesës së mohimit, ka reflektuar
defekt në pojim të asaj që duhet Allahu xhalla xhelaluhu. Në kjo është esenca, kjo është bërthama. Prandaj emri Allahut El-Ahad, El-Wahid El-Ahad na jep kuptime shumë më tepër se që të përkthehet vetëm në rrafshin e një fjale. Është një dhe i vetmi. Po, është një dhe i vetmi, po çka ne kupton është një dhe i vetmi? Sikurse do ta mësojmë në pjesën tjetër se emri Allahut El-Wahid El-Ahad do të thotë është një emër që besimtarit i jep disa pamje, shfaqje që i quajnë Ibn Qayyim rahimullah, që duhet me i pa njëri. Dhe zatën metodë kurorizohet kuptimi i emrave të Allahut azza xal. Kjo është ajo që duhet të arrijmë deri tek ajo me njohjen e Allahut te barekuta, sikur do ta përmendim inshallah në vijim atë. Andaj kjo është ajo që ka të bëjë me kuptimin e këtyre di emrave në raport me Allahun xhallahu ala, edhe pse do të thotë dietarët islam rreth kësaj janë sillur në shërimin e këtij emri. Për shembull, Sa'di rahimullah thot El-Wahid El-Ahad. Kur komenton këtë emër të Allahut xhallahu ala thot wa huwa alladhi tawahhada bi jami' al-kamalat. Allahu është ai që është veçuar, tawahhada është një, s'ka tjetër sikur se ai në të gjitha ato që i takojnë atij, nga gjërat e plota të përsosura të përkryera. Andaj nuk e shoqëron në të gjitha këto askush, kush do qoftaj. Nuk ka mundësi me shoqëru. Allahu xhallahu na azza. Dhe thot pasaj Sa'di wa yajibu al-abidi tauhidu, obligime kanë të gjithë robërit e Allahut azza xhall që ta veçojnë Allahu xhallahu ala dhe ta njësojnë në gjitha këto rrafshe që i takojnë Allahu xhalla xhelaluhu. Aqdan wa qawlan wa amalan. Ta njësojnë në këto tri rrafshe që janë shumë rëndësishme. Në besim, dhe besojmë dhe këtë kemi të qartë, por në fjalë edhe në vepra. Pse i ka përmend këto tri Sa'di? Nga se mund që besimtari për shembull në aspekt e besimit, të ketë ndoshta besim të qartë në njëshmërinë e Allahu xhallahu ala me kuptimin që e cekëm, në tëra që i takon Allahu xhallahu ala. Po ndoshta kjo mos të reflekton fuqishëm në fjalët e tij, apo mos të reflekton qartë dhe fuqishëm në veprat e tij. Nga se zbërthim praktik dhe dëshmi konkrete dhe praktike e këtij tauhidi është për shembull tevekuli. Apo është tevekuli. Është gjithashtu për shembull bindja në rrezik. Është gjithashtu frika, është dashuria, gjitha këto janë ato që vijnë nga ai akdi ajo nyja që është lidhur fuqishëm në zemrën e njeriu apo. Andaj sa më e fuqishme është nyja e besimit në zemrën e tij, do të reflekton pastaj edhe në këto dy rrafshe sikur se thot Sa'di rahimullah qawlan wa amalan, në fjalët e tij dhe në veprat e tij. Andaj thot bi an ya'tarifu bi kamalihi al-mutlaq, të pranojnë pranim që kalon në për të tri fazat, besim, fjalë dhe vepra, se Allahut i takon përsosmëria absolute dhe e plot dhe ai veçohet me të gjitha llojet e adhurimeve, nuk i takon askujt tjetër përveç Allahut xhalla xhelaluhu. Andaj kjo është kuptimi i emrit të Allahut El-Wahidul Ahad, për te asaj që ndoshta mund të përthej vetëm se ai është një, Allahu është një, po është një, po në çfarë kuptimi? Thash në këtu përfshihet mohimi dhe këtu përfshihet pohimi, me gjitha ato kuptime dhe shumë të tjera që mund të përmenden në këtë drejtim. Pas kësaj, nëse dëshirojmë që të flasim për ndikimin e këtij emri në jetën e besimtarit, atëherë padyshim se çdo ndikim që na duhet, çdo përmirësim që na duhet, kalon përmes saj, apo kalon përmes saj, kalon përmes asaj se Allahu xhalla xhelaluhu është një dhe i vetmi, nuk është i ngjashëm me të askush. Nuk është i ngjashëm me të askush në asnjë gjë që i takon Allahut te barekuhu teala. Dhe këtu po të fillojmë të numërojmë në çka krejt është një listë e gjatë apo e punëve, fjalëve, veprave, besimeve që mund të numërojmë. Mirë po, dua t'i përmend dy gjëra në këtë drejtim. Kur themi se Allahu xhalla xhelaluhu është një dhe i vetëm, ndikimi i kësaj i parë duhet të kthehet në sinqeritetin ton, në adhurimin ton te Allahu xhalla xhelaluhu. Njeriu sa më të qartë e ka këtë emër të Allahut azza xhel, qartësi që kalon në për të tri ato
fushat dhe shtigje që i pranë Sadi rahimullah. Besim, fjalë dhe vepër. Sa më të qartë e ka kët, sa më të ngulitur që ka kët, ai aq më të kristalizuar e ka sinqeritetin, veprën për hir të kujt po bën atë. Syfatësia është reflektimi i shirkut. Syfatësia është reflektim i mosqartësisë së pohimit se i tër adhurimi të kënë Allahut azza wa jalla. Andaj sinqeriteti është kristalizimi i kësaj dhe riaja, syfatësia është problem, defekt që shfaqet pikërisht në këtë emër të Allahu xhalla xhelaluhu. Pra sa kemi nevojë sot të flasim për sinqeritetin? Sa kemi nevojë sot që ne të pastrojmë të gjitha veprat tona nga syfatësia dhe nga gjitha ato që nuk e ngren apo nuk e çojnë veprën të pastër nga çdo njollë tek Allahu te bareke ve taala. Prandaj mendoj që ndikimi kryesor i këtij emri tek ne është që të na ndihmon në sinqeritet, në përmirësimin e nijeteve tona dhe që të miremi më tepër me niyetet tona se që të miremi me niyetet e tjerëve. Sikur se ka thënë Ibn Qayyim rahimullah, një fjalë më vërtet shumë të madhe, duke thënë se disa nga selefi kanë thënë, problem shumë madhor e kam të niyetin tim. E si atëherë të mirem me niyetet e tjerëve, ku niyetin tim se di kërë për çka e kam atë. Niyetin tim kërë nuk e kam qartë për çka e kam. Mbështillet kërë niyeti jam, a kam për Allah, as e kam për Allah. E çush kam mundësi pastaj pas kësaj të dalë të kontestoj niyetet e tjerëve, ku nuk e di niyetin tim se ku është atë. Andaj puna për niyet është një punë e gjatë. E dini se shpeshherë keni dëgjuar thënie të selefit në përpjekjet e tyre për të arritur sinqeritetin, për të arritur ikhlasin, që të jetë vepra, besimi, fjala, i tërë adhurimi, i tërë përkushtimi ndaj Allahut xhallahu ala të jetë tërësisht i sinqert vetëm për hir të Allahut te bareke ve taala. I sinqert do të thotë që në të njeriu mos të kërkon asgjë. Dhe kjo është puna më e vështirë, nga se sikur se ka thënë Sufjan al-Thauri rahimullah, puna më e vështirë është ikhlasi, është sinqeriteti. Pse? Nga se në të nefsi s'ka kur farhisa. Krejt hiset e nefsit ato bin, s'ka kur gjë, e tëra është për dike tjetër. S'ka aty për nefs asgjë. Ndërsa na e dim shumë mirë se sa përzihet nefsi në jetën tonë të përditshme. Në shumë aspekte, edhe në punët që i fillojmë për Allah, nefsi fillon me kërku hisin e vet. Edhe në ato punë që i bëjmë në emër të fesë, nefsi fillon me kërku hisin e vet. E kështu me radhë. Andaj përzierja e vazhdueshme e nefsit në jetën tonë të përditshme, në veprat tona, bën që të japim të kuptojmë, bën gjitha kjo jap të kupton dua të them se mungon një pend e fuqishme e sinqeritetit që pengon depërtimin dhe përzierjen e nefsit në punë të zemrës. Nga se niyeti me çfarë bëhet? Bëhet me zemër. Dhe me çfarë realizohet sinqeriteti? Me zemër. Nuk bëhet me asnjë gjymtyr tjetër. Nuk mund të jetë dora sinqert, as veshi sinqert, as goja sinqert. Jo, këtu do të thotë e manifestojnë sinqeritetin. Por vendi i sinqeritetit është zemra. Dhe problemi ndodh atëherë kur në këtë zemër ka ndikim nefsi. E mos themi se fatkeqësia më e madhe ndodh atëherë kur nefsi ngallnjen mbi zemrën dhe ai pastaj e dirigjon punën e saj atë. Sikurse e ka pranuar Ibn Qayyim rahimullah problemin e ngallnimit dhe e pushtimit të nefsit ndaj zemrës. Pastaj ai e orienton, ai mbjell në te çfarë duhet të dënë dhe ai i tregon çfarë nuk duhet të dënë dhe ai i tregon me çka duhet të më kënaq dhe ai i tregon me çka nuk duhet të më kënaq e kështu me radhë. Zemra është sikurse natyrshmëria. Po të lihet natyrshmëria pa u prek, apo njeriu nuk do të adhuron të askën pas Allahu xhalla xhelaluhu. Se njeriu është krijuar kështu, apo edhe zemra është krijuar me dashur Allahun. Është e krijuar për këtë. Zemra është e krijuar për të dashur Allahun xhelaluhu ala. Zemra është e krijuar për të qetësuar me përmend Allahut. A çështë Allah ka krijuar? Zemra është e krijuar që të kënaqet dhe ta shijon ëmbëlsinë e adhurimit ndaj Allahut xhelaluhu. Është e krijuar si e tillë. E pse për shembull zemrat tona kanë problem? Pikërisht për shkak se tashmë ja ka prish natyrën e pastër ndikimi i nefsit atë. Nefsi është ai që është përzi dhe ai ka prish këtë
natyrshmëri të pastër të zemrës që në të e ka kryu Allahu te bareke ve taala. Andaj njohja Allahu xhallahu ala sa ai është një dhe i vetmi me emrat e tij el-Wahidul Ahad, sikur se përmendëm, apo ka ndikime të shumta në jetën tonë, por përmenda një prej tyre është kristalizimi i sinqeritetit dhe fuqizimi i tij në zemrën tonë, duke e larguar nefsin dhe ndikimin e tij nga zemra jonë, që në këtë zemër të kenë ndikim el-Wahidul Ahad. Kur ai ndikan e pastron dhe bën të sinqert që çdo gjë që të buron nga vetja e jonë, qoftë jetë besim, qoftë jetë fjalë, qoftë jetë vepër, të jetë e sinqert për hir të Allahut xhallahu ala. Përderisa dirigjimin e zemrës nuk e ka el-Wahidul Ahad, por ka hisën të edhe ndokush tjetër, atëherë do ta njollosin këtë zemër dhe do ta çorientojnë, dhe kur ajo çorientohet pastaj e humb natyrshmërinë, dhe kur e humb natyrshmërinë e humb edhe funksionalitetin. Nuk është më ajo që është krijuar, dhe nuk është më ajo që Allahu xhallahu ala e ka bërë për atë punë. Sikurse edhe Allahu xhallahu ala i ka ndarë zemrat në bazë të ndikimit të nefsit të kjo zemër. Ka zemër që është tërësisht e vdekur, apo absolutisht ka dalë komplet nga funksioni. Asnjë punë që duhet me e kryer zemra nuk e kryen më. Sikurse njeriu i vdekur. Njeriu i vdekur ekziston, vdekja nuk e bën njeriu inekzistent. S'është më, ka hupi, jo ai që të është. E kemi të vdekur para vete, po edhe kur e vorrosim e dim ku ka varën, ai ekziston, por nuk kryen funksionet njerit më. Apo nuk lëviz, nuk merr frym, nuk bën punë, nuk han, nuk ka funksion njerit, andaj quhet i vdekur. Edhe zemra, ajo është prezente tek njeri. Mirë, po përdesë nuk i kryen funksionet e duhura që do më i kryej, quhet e vdekur. S'ka, çfarë kuptimi ka të ketë zemra njeriu e nuk kryen asnjë funksion që duhet zemra më e kryej? Për shkak se e ka mbyt ndikimi i nefsit apo. Konsumi i tepërt i epshit që nefsi ka dhënë të e ka mbyt apo. Sikur se edhe në këto, një në kësaj bote, kur konsumohet diçka shumë, e myt njërin apo. Andaj Allahu xhallahu ala ka ndaluar që nefsi të ketë përzierje në zemër. Po njeriu kur nefsit i jap, sikur theka, nuk jam mohon sa duhet atë që nuk i takon, por një mohem labil, një mohem i zbeht, apo që i lejon nefsit të merr diçka që nuk i takon, bën që pasaj zemra ta humb orientimin e saj, ta humb natyrshmërinë e pastër që te ka kryer Allahu xhallahu ala dhe rrjedhimi nga kjo edhe funksionalitetin e saj apo. Prandaj ndikimi i parë që duhet ta përmendë është Allahu është një, do të thotë të gjitha veprat e kemi të sinqerta për Allahun xhallahu ala. E dyta që duhet ta përmendim këtu, gjithashtu ka të bëjë me veprën. Nëse Allahu është një, apo atëherë Allahu është i vetmi që duhet na mëson se si duhet ta adhurojmë Allahun xhallahu ala. Këto shprehje janë shumë të përsëritura. Apo do të thotë se vepra për të pranuar tek Allahu xhallahu ala ka dy kushte. E ka sinqeritetin dhe e ka pasimin ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Këto si formulime, do të thotë janë të thjeshta të thuhen dhe janë të shumë përsëritura, por jo me ndikim të duhur në jetën e muslimanëve. Jo me ndikim të duhur në jetën e muslimanëve. Prandaj ne sot kur themi për pasimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, në qoftë se e aktivizojmë atë që thamë më herët, mohimin dhe pohimin, apo ana del e qartë fotografia e pasimit, apo ka ende njollën të mohimin dhe pohimin. Mohojmë se nuk meriton askush më ndëgju, as me pasu, as me ndjek, askush, përveç se Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe në këtë rafsh, për shembull, gjejmë shkelje, thyrje të këtij mohimi, për shkak se nuk është i fuqishëm sa duhet. Dhe për shkak të mungesës së fuqisë së mohimit këtu, shfaqet pastaj dobësia e pasimit. Dobësia e pasimit e kufizuar në vepra të caktuara, por jo e përgjithshme dhe jo e renditur si e ka kërkuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj sot në rrafshën e pasimit, sikurse edhe në rrafshën e sinqeritetit, në rrafshën e pasimit janë dy probleme madhore. Problemi i parë është mos përfshirja e besimtarit në tëra që quhet pasim, por në pasim selektiv, pasim i pejgamberit ose formal, më tepër i aspekt të formave se i esencës dhe bazave që asaj që pejgamberi
sallallahu alaihi wasallam ka ardhur me ta. Sikurse edhe është përmend disa herë dhe kjo është për kujtimi domosdoshëm për çdo kempineve, morali dhe sjellja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk është formale. Apo morali i tij është censore e tij. Morali i tij është diçka censore tek ai, e mbjellur tek ai. Dhe të mundohemi që ne të mbjellim në veprat tona, të mbjellim duhet të them në vetët tona, në zemrat tona, moralin, këtë ato që ka të bëjë moralin, sjelljen, që mos jetë kjo formale, por e mbjellur tek ne, është një objektiv madhore që synohet të realizohet përmes pasimit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nga se ndoshta nëse ne bëjmë një analizë moralit tonë, sjelljes tonë, ndoshta jo gjithmonë do ta gjejmë se të gjitha njësitë e kësaj tërësie, të gjitha njësitë e tërësisë së moralit janë pjesë censore të vetes tonë, janë të ngulitur tek ne, në kuptim që na nuk dimë ndryshe pas kështu më usill ato. Apo ne ende jemi në luftë mes asaj që është moral dhe mes asaj që është e kundërta e tij apo. Ne ende me xhihad dhe me luftë të madhe, për shembull, promovojmë një vlerë caktuar të moralit dhe të sjelljes, që jep me kuptues se ende nuk është bërë që quhet në gjuhën arabe sajie, apo fitrie, e natyrshme, e mbjellur, nuk din ndryshe pos kështu me usill apo. Sikurse ka thonë për shembull plot nga selef Muhammed ibn Munkadir për shembull kanë thënë, edhe ka thonë për Imam al-Auzai rahimullah, kanë thonë law kana al-kadhibu halalan lama arifa an yakdhib. Po të kish me qenë e liu me rana, kjo edhe me rajtë zden ato. I pështillet, nuk din nga fuqia e sinqeritetit dhe vërtetësisë. Çaq e ka të fortë dhe të kristalizuar, dhe çaq e ka të rrënjosur vërtetësinë, saqë probleme ka me dal nga kjo natyrshmëri për me rajtë apo. Ndërsa sot tek muslimanët fatkeqësisht është e kundërta, apo shumë lehtë trillon, shumë lehtë e harton rranën që pa ndonjë mund të madh, apo e që të njëjtën kohë vështirë ka me çat thjeshtësi me thonë të vërtetën atë. Me çat fuqi me e prezantuar të vërtetën. Që e më kuptu se ne kemi nevojë në këtë rast për pasim të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në këtë rrafshë derisa të bëhen natyrshmëria jona, pjesë e jona, që ti mos din të si ndryshe. Ti kur don për shembull me thonë fjalë dush më nuk ka dalë se mos po, apo pse shumë herë është thonë çush nuk duhet. Dhe kur nuk thuhet çush nuk duhet, ta ndosh më rujt, mos po thosh apo çush nuk duhet. Në njëri për shembull që nuk shon. Sharje një dhe rrugë, nuk shon, apo. Kjo as në fakt nuk shon, as në gjumë nuk shon, apo se është tërësit e larguar nga gjuha e tij atë. Por ai që shon, apo në moment caktuar, në afekt i caktuar, nervoz ato mund me aqit sharën për jashtë ato. Pse? Se ka të qirënjosur tërësisht. Nefsi e ka të njohur këtë shprehje, se e ka përdorur pak para do kohë. Prandaj kështu edhe me shumë vepra të tjera. Për zonë nuk qirënjosen, ka raste caktuara ku njëri ndoshta shpeshta të rralla për ndodhen. Ato që njeriu sillet jo në përputhje me atë që ka ardhur me te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ne kur themi el-wahidul ahad, dhe themi sinqeritet dhe pasimi, këto janë dy terme, dy koncepte që kanë nevojë për sqarim dhe për sjelljem më të zgjeruar. Asaj problemi jonë është fillimisht në pasimin selektiv dhe të përzgjedhur. Nuk është pasim, do të thotë, i përgjithshëm, që përfshin të gjithë jetën tonë. Dhe problemi i dytë në pasim është, apo edhe ajo përzgjedhje, edhe ai selektim që kemi është i parenditur, është kaotik. Nuk është me renditjen e duhur. Për shembull, nëse nga tërësia e pasimit i kemi marrë 20 njësi, kështu po e quaj kushtimisht. 20 njësi të pasimit i kena marrë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ne kemi marrë atë dinami numëru. Çka pason nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ti, thua këtë e pasoj, këtë e bëj, në rregull apo. Nëse e shohim për shembull, renditjen e këtyre njësive, edhe këtu do të gjejmë se nuk është e renditur sa duhet. Më shumë i jepet për shembull përparësia asaj që është e 15-ta se ajo që është e 6-ta. Më shumë i jepet përparësia asaj që është e 6-ta se ajo që është e 3-ta. E kështu me radhë, andaj këtu ka një kaos. Emri Allahut el-Wahidul Ahad në kuptimin e drejtë, apo nëse kuptojmë drejt, ndikimi i tij është ai që e rregullon këtë kaos. Nga se el-Wahid kur ai është i vetmi, e për ai është i vetmi që të mëson ty renditjen e pasimit dhe renditjen e përmirësimit që ti duhesh të mirësh me të.
Kjo është ajo që mund ta themi në këtë pikë të parë të ndikimit të këtij emri tek ne. E dyta që dua ta përmendni për emrin Allah El-Wahid El-Ahad është lëndruar se Allahu Xhallahu Ala e ka përmend emrin e tij El-Wahid dhe El-Ahad në Kur'an. E kemi përmend, apo në fillim si argument se këta janë dy emra të Allahu Xhallahu Ala. Mirë po, si dëshmi për këtë Allahu ka përdorur shumë argumente në Kur'an apo të lloj-llojshme. Prandaj është mirë për besimtarin që dëshmitë që Allahu i ka përdorur për të dëshmuar se ai është El-Wahid El-Ahad, ti përdor besimtari për ta ushqyer zemrën e tij me bindje në drejtim të këtyre dy emrave. Dhe dëshmia më e madhe që Allah e ka përdorur për këtë emër të tij dhe për këtë realitet është dëshmia e tij. Vetë ai ka dëshmuar. Sikurse thot Allahu xhallahu ala në surën Al-Imran, shahid Allah. Allahu ka dëshmuar ennehu la ilaha illa hu. Sa ai është një dhe i vetmi. Të gjitha aspektet, aja është që ka dëshmu. Kanë dëshmu pastaj, o lë melaike, kanë dëshmu melaiket e Allahu të gjitha, o ulu lë ilmi. Shika, pas kësaj dëshmije, të tretën e ka bërë Allahu xhallahu ala dëshmin e dietarëve, që nënkupton se dëshmia e drejt dhe vërtet, dhe pohimi dhe mohimi i drejt, vijen nga dia. Andaj ne shpesh herë, kur bie fjala për tauhidin dhe të kundërt e tauhidit, kemi njëri të përgjithshme, por na mungon detajet. Prandaj edhe kitabu tauhidi është shkruar pikërisht për ta detajzuar diturinë në këtë përgjithësim që ne kemi apo. Për shembull, nëse i themi dikujt nga muslimanët, çka është e kundërta e tauhidit, mund na përgjigjet me fjalën shirku. Apo, shirku. Mirë, a din ti për shembull në një ajet në Kur'an, ku Allahu xhallahu ala ju e bën shirkun haram, më ndalon, se nuk e fal Allahu xhallahu ala shirkun, por e shpreh në mënyrë të shëmtuar këtë shirk. Shembuj shumë që ka sjellë Allahu xhallahu në Kur'an, që e shfaqin shëmtueshmërinë e shirkut, që ty ta shton irritimin edhe më tepër ndaj këtij shirku. Që jo vetëm të largohesh prej tij, por edhe ta urrësh këtë shirk në bazë të shembujve që Allah i ka sjellë në Kur'an, që të shtohet irritimi dhe urrëtia ndaj këtij shirku. Apo tauhidi, e kundërta, ajo që është më e rëndësishme për neve. Ne e dim se Allah është një dhe i vetëm, por a dim çfarë mënyra të bukura dhe mahnitse dhe të mrekullueshme Allahu e ka prezentuar këtë çështje në Kur'an në mënyrë të ndryshme, qoftë me shembuj, qoftë me argumente, me fakte të ndryshme, e që gjitha këto duhet ne, apo të gjitha s'po them kuptim të përfshirjes totale, por duhet të interesohemi për këto, dhe t'i kushtojmë vëmendje dhe të meditojmë në ajetet ku Allahu xhallahu ala e shfaq dhe e prezanton atë që ai është një dhe i vetmi, El-Wahid El-Ahad. Për shembull, për ajeteve që ndihmojnë këtë drejtim, janë ajetet e surës An-Naml, ajeti 59 edhe 64. Me të vërtetë janë ajete që Allahu xhallahu xhelaluhu prezanton njëshmërinë e tij dhe qorton ata që nuk e pranojnë këtë si duhet. Allahu xhallahu thot: "Kul alhamdulillah." Shiko, fillon këto ajete me elhamdulillah. Falërimi qoftë Allahut, apo i cili është i vetmi që merret të adhurohet, i cili nuk ka shok. Wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Dhe salam, apo dhe siguria dhe paqja e besimit dhe kulloshmëria dhe qiltërsia e tij takon robëve që Allah i ka përzgjedh. I ka përzgjedh që ata ta njohin Allahun xhallahu ala, i ka përzgjedh që ata ta adhurojnë Allahun xhallahu ala, i ka përzgjedh që ata të dëshmojnë për njëshmërinë e Allahut te bareke ve teala. Pastaj Allahu khairun amma yushrikun. Shikoj veç kjo pyetje sa është e fuqishme. Allahu khairun. Kjo është një pyetje në Kur'an ku Allah lezot me zgatme, jo Allah drejt, po Allahu khairun amma yushrikun. Allahu i pyet të gjithë robët. Allahu është khairun, më i mirë dhe më i dobishëm për juve, apo ata që ju po i bëni shok? Kush?
Kjo padyshim se e shton dashninë e Allahut azza xal. E shton fuqinë e konfirmimit dhe të pohimit dhe e shton fuqinë e mohimit në anën tjetër me këtë ajet kuranor. Prandaj Allahu xhallahu ala ka dëshmuar se ai është i vetmi që meriton të adhurohet dhe Allahu ka dëshmuar përmes me lajkeve të tij gjithashtu. Dhe gjithashtu i ka përdorur dëshmitar njerëz të dijes. E këtu në dije njerëzit janë kategori. Apo, prandaj sa më tepër ne marrim nga kjo dije e Kuranit dhe Sunetit që përmes saj e njohim Allahun xhallahu ala, e fuqizojmë mohimin dhe e fuqizojmë dhe e kristalizojmë pohimin, aq më tepër bëhemi pjesëtar të kësaj dëshmie të madhe që Allah na ka ndëruar me të. Me të marr Allahu dëshmitar, ti je dëshmitari i Allahut se ai është i vetmi që merr të adhurohet. E me çka dëshmon ti? Po me dije, nuk mund me dëshmu me xhel, nuk mund me dëshmu me fjalë, apo me thonë se shirku është haram. E më tepër, kjo është shumë e përgjithshme. Prandaj edhe e përmenda dietari i madh Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimullah e ka përdor këtë metodologji në librin e tij Kitabut Tauhid. Ka filluar librin e tij me vlerën e tauhidit, me nevojën për tauhid, me rëndësinë e tauhidit, e ka përmend kapitullin se gjëja e parë që duhet të mirrim me të, të shqetësohemi me të, të ftojmë të tjerë në të është tauhidi. E pas saj ka filluar të tregon se çka i bie ti ta njohësh tauhidin dhe të thrasë tauhid, ka përmend për shemb bab apo kapitullin që thotë se at-tamaim hajmaliyat e këtu janë pe shirkut. Fillon në mënyrë të detajzuar tash apo. Praktike të tregon se çka duhesh ti me njoh pe shirkut që mund largu prej tij. Jo njohje e përgjithshme. Andaj sot për shembull nuk ka musliman në botë që e pranon shirkun. Por a është e njëjta tek praktika? Nuk është. E pse? Po nuk e njeh shirkun. E ka njohje të kufizuar, të gjymtuar. A ka musliman në botë, për shembull i cili e pranon bidatin? S'ka. Të gjithë e refuzojnë bidatin. Madje mi thon për shembull atë që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kullu bid'atin dalala, çdo bidat është devijim, këtë e pranon dhe e thon. Por praktikisht pastaj shohim se ka bidate. Pse? Duke i martuar e kjo është i mirë atë. E kjo është i keq. E me çfarë kriteri ne kemi vendosur e çka është i mirë, çka është e keqe? Gjasë në momentin kur dalim nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe e zbresim çështjen në vlerësimin ton, atëherë veç hapë dira e kaosit. Nëse ajo që është e mirë për mua, është e keqe për ty. Ajo që është e keqe për ty, është e mirë për tjetrin. Apo kush tash kallzon çka është mirë, çka është keq? Kush kallzon tash më? Në qoftë se veç nuk e kemi bërë këtë me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj sa më mirë të detajzuar e njohim bidatin, apo aq më të ruajtur do të jemi edhe në veprimet e bidatit apo. Sa më mirë të detajzuar e njohim shirkun, aq më të ruajtur do të jemi nga veprimet e shirkut e kështu me radhë. Prandaj emri al-Wahid al-Ahad, që Allah është një dhe i vetmi, në thret që ne të shikojmë dhe të meditojmë dhe të lexojmë ajetet e Kuranit ku Allahu xhallahu ala në mënyrë praktike e prezanton dhe dëshmon për njëshmërinë e tij. Për atë se ai është i vetmi që meriton të adhurohet dhe ai është një dhe i vetëm, nuk i ngjan atij askush në asgjë. Ai është i ndarë nga krijesat e tij. Nuk ka tek Allahu asgjë të krijesave dhe nuk ka të krijesat asgjë të Allahut. Allahu xhallahu ala është i ndarë nga krijesat e tij dhe Allahu xhallahu ala është një dhe i vetëm, nuk i ngjan askush atij. Është një, la ilaha illa Allah. Kjo është e përgjithshme. Por kur ti të futesh në Kur'an, shiko Allahu khairun amma yushrikun. E din që kjo është shirk, nga se ke njohur shirkun dhe thua, a kjo është më e mirë që po e bëni apo atë që Allahu po ju mëson? Pastaj Allahu thot dhe vazhdon pastaj matutje me ajete të saktuara ku shfaqet njëshmëria Allahu xhallahu ala. Sikurse për shembull, unë ju thash që të lexojmë këto ajete të shtëpia, surës Naml 59-64. Mirë, kodës së Allahu xhallahu ala, amman khalaqa as-samawati wal-ardha wa anzala lakum min as-sama'i ma'an fa'anbatna bihi hadaiqa dhata bahjatin ma kana lakum an tunbitu shajaraha a ilahun ma Allah. Allahu xhallahu ala thot,
fillimisht Allahu khairun, Allah është më i mirë, amman khalaqa, apo kush është më i dobishëm dhe më i mirë, ai që ka krijuar qiellin dhe tokën dhe u ka zbritur juve shi nga qielli. Dhe me të janë mbjell kopshte të bukura. Ju nuk do të kishni mundësi të mbjellni kur drejt e saj. Kur s'është pa mundësi. Allahu këtë ka bërë. Pas të prezantimit ti ishe kopshtet, ishe drejt, ishe përmend duke gjelbruar dhe pas tërë kësaj thirrën e Allahu xhallahu ala e ilahun ma Allah. A zot pos Allahut përsëria? A të adhuruar pos Allahut përsëria? Apo a pat për dikën pos Allahut për punana? A pat kënaqësinë e dikujt pos Allahut për ndjeka? A prap për ndjek dikën pos Allahut azza xhala e ilahun ma Allah? Ti e sheh bukurinë e natyrës që e ka bërë Allahu xhallahu ala. Apo dhe e ndjen dhe ndëgjon thirrjen e ilahun me Allah. Ana kjo është dia që na duhet. Na thot el-wahid al-ahad, na thret që ti konsultojmë, ti shikojmë këto argumente që Allahu xhallahu ala i ka shfaq në librin e tij dhe që përmes saj kalojmë edhe në librin e hapur të natyrës që Allahu na ofton që të meditojmë. Veçanërisht çdo ditë bukura. Wallahi që Allahu xhallahu ala ka bërë që të gjelbran dhe të zbukurohet natyra me këtë bukuri që Allahu xhallahu ala ka krijuar e pas se Allahu thot e ilahun ma Allah bel hum qaumun ya'dilun. E ilahun ma Allah sa ka nevojë njeriu këtë mja përsërit vetes së tij. Para më thon nefsit e ilahun ma Allah. A zot pos Allahut me plot kuptim e fjalës, në sinqeritet, në pasim, në adhurim, në shtrim, në frikë, në shpresë. Të gjitha e ilahun ma Allah. E ilahun ma Allah. Edhe pse surën Zumar është përsërit kjo e ilahun me Allah pas çdo ajeti në këto ajete që i përmend apo. Përmend Allah një begati, një fuqi, një mirësi e thot e ilahun me Allah. Bel hum qaumun ya'dilun. Por këta janë një popull fatkeqësisht që ya'dilun, i shmangën të së vërtetës, nuk mendojnë, nuk ndalen te këto ajete, te këto argumente që Allah xhallahu i ka përhap në edhe në Kur'an, edhe në natyrë dhe njerëzit përgjithësi ato. E pastaj vërdhe me i tjere emmen gjall erda kararan, aj që u ka bërë tokën stabile, që të rrënës të livizat, realisht toka s'ma të kërkon, se ma në kushtë tokën, apo, nëse atë ma në ty stabil, e qëndrushme, kush e ka bërë qëndrushme kështu? Kush e ka bërë qëndrushme tokën? E ka bërë të qëndrushme aj për ty, e pse ti si i qëndrushme tip ndaj ti? E ilahun me Allah, apo, dhe këtu janë ato që në duhet, el-wahid al-ahad në thrat, që ta njohim përmes asaj që e ka shfaq. Emmen gja'al al-ardha qararan, aja ka bërë tokën stabile, shiko të rrinë rahat, të rrinë qëndrushëm. Wallahi ke pa sekonda caktuara të paqëndrueshmërisë së tokës mjaftojnë me shkatru krejt që ka komi të aptën. Sekonda të paqëndrueshmërisë. Andaj shiko, atëre paqëndrueshmëria jote në raport me Allahun xhallahu ala, ndoshta kalesh me sekonda, po sa prish, sa shkatron. Për këtë arsye serifi kanë thënë, udhëtimin drejt Allahut 1000 vjeçar mjafton me rënu gafleti një moment atë. Një gaflet, një huti, pa kujdesi e njeriut, për një qast, mjafton me rënu, apo udhëtimin 1000 vjeçar atë. Mjafton për atë që mediton atë. Në Allahu në thret në emër të tokës që është stabile dhe qëndrueshme, që të jemi të qëndrueshëm në adhurim të Allahut xhallahu ala, e ilahun me Allah. Në vazhdim të ajeteve që Allahu xhallahu ala thot, deri në fund të tyre që ju inshallah i lexoni dhe meditojni aty, që Allahu na thret përmes tyre që ne ta njohim këtë el-wahid al-ahad. Ta njohim drejt çka nuk kupton që ne të themi se Allahu është një dhe i vetëm dhe nuk është i ngjashëm me të askush dhe nuk meriton të adhurohet askush posti. Këto janë disa pika të ndikimit të këtij emri në jetën e përditshme. Kam mbetë edhe disa aspekte të përmendëm, por i lejmë inshallah për pjesën e dytë. Me kaq po i dhëm fund së pjesës sallallahu alaihi Muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima kathira.